Të miturit janë të fëmijët, janë në përgjithësi ata që i gëzojnë më shumë kësaj stine. Në radhë parë, sepse ata që janë pjesë e sistemit arsimor marrin dhe pushimet edhe mezi i presin, do me thonë, këto ditë. Në radhë të dytë, e din fëmijët që janë, si të themi, epiqendra e familjeve të tyre dhe kanë apo nuk kanë mundësi familjarët për fëmijët, si thot populli, bëhen copash, kështu që përpiqen, do me thonë, të sigurojnë atyre një dhuratë sa do të vogël që të fëmijët të mos ndjehen, si të themi, mënjan të tjerëve, ose të mos ndjenjë vështirësi apo boshllok, kur të gjithë, kur shumica e bashkëmoshatarëve të tyre në këto ditë merr një dhuratë dhe disa jo. Lidhur me pyetjen tuaj, a janë duke u zbehur edhe këto emocionet e fëmijëve kur marrin dhurata? Unë mendoj që fëmijëve gjithmonë ju pëlqejnë dhuratat, edhe asnjëherë nuk kam parë një fëmijë që të mërzitet se merr një të tillë. Mund t'ja përsërisë është të njëjtën dhuratë të sërish, i gëzohet si për herë të parë. Por është e vërtetë që veçanërisht në kushtet e shoqërisë konsumeriste që ne jetojmë, shumë prindër, do me thënë, i japin ndonjëherë aq shumë fëmijëve emocione të këtilla fal dhuratave që ju bëjnë gjatë vitit sa ata vjen një moment dhe nuk u bën më përshtypje ose pra nuk është i njëjti emocion, ndryshon emocioni, ndryshon e marrin si të mirëqen, e quajnë sikur pas kësaj dhurate nuk ka kur fare sakrificë edhe për ta, do me thonë kjo është normale. Gjë që për mendimin tim në këtë rast përgjegjësia është e prindërve. Ata duhet jenë, si të themi, udhërrëfyesit në çdo rast për mënyrën se si fëmijët i edukojnë, sepse nuk duhet të harrojmë, emocioni i dhuratës është simbolik, por ka një kuptim të madh pas, sepse ti e edukon fëmijën me respektin për kujdesin e tjetrit. E edukon fëmijën me reciprocitetin, sot je ti që i dhuron, nesër është radha e tij që duhet do me thënë që duhet ta çojë përpara këtë lloj vlere. Apo e edukojnë fëmijën, si të themi, me sakrificën për paran, e edukojnë fëmijën me sakrificën për punën, do me thënë sepse fal këtyre aspekteve fëmija arrin t'i gëzojë këto emocione dhe në dukje, pavarësisht se ne marrim, si të themi, si thjesht një dhuratë, por ka shumë më shumë kuptim se sa kaq.